Titulli Nga universi vijnë sinjale. Autori Demirusi, redaktor Bedri Qera, përgatitje grafike, arte grafik. Po lexoj direkt parathënim i këtij libri. Poeti Demirusi i qaset publikut me një tuf poezi sa të thella të larmishme, aq edhe hyjnore e universale. Ky është një libër me poezi të karakterit universal, hyjnor e konspirativ, që tregon se në vitet e fundit njerëz të cilët quhen punëtorët e dritës kanë raporte të drejtë për drejta me universin, duke marrë dhe dhënë çdo ditë lajme, sinjale nga dimensionet e larta të ekzistencës. Këto poezi përcjellin ndryshimet që priten të ndodhin në planetin ton Tokë. Libri Nga universi vijnë sinjale, i 13 në radhë i autorit, është një dëshmi poetike që shkon përtej artit të fjalës, duke u bërë një manifest shpirtëror i kohës. Poezitë e përmbledhura në këtë vëllim janë ndërtuar mbi disa shtylla tematike thelbësore, të cilat kur analizohen së bashku nxjerrin në pah një vizion të qartë dhe të ngutshëm të autorit mbi gjendjen shpirtërore dhe ekzistenciale të kohës. Si temë qendrore dhe ajo që jep emrin librit është ideja e universit si një entitet aktiv komunikues. Kjo shfaqet qartë në vargje si universi po na çon sinjale. Kjo flet për një besim të palëkundur se njerëzimi nuk është i vetëm dhe se forcat e larta po dërgojnë mesazhe me rëndësi jetike. Këto sinjale janë paralajmërime dhe udhëzime duke theksuar një lidhje të vazhdueshme me burime jashtëtoksore, hyjnore apo kozmike. Autori i shkon veten dhe punëtorët e dritës si një kanal përmes të cilit kalojnë këto frekuenca hyjnore për të ndihmuar planetin në ndryshim. Poezia e Rusit nuk është vetëm e fokusuar te drita, por analizon edhe errësirën, forca e shkatërrimit, mashtrimin e elitave dhe konfliktin shpirtëror që ndodhi në tokë. Në vargje si ta çojnë njerëzin në kasapan, ai paralajmëron për humbjen e drejtimit dhe shkatërrimin moral të shoqërisë. Përballë kësaj errësire, poeti ngre zërin e dritës, të kthehemi mbar në jetën tonë, pa që dashuria të dominojë. Në këtë mënyrë, funksioni i poezisë bëhet zgjimi kolektiv. Ajo kërkon që njeriu të ngrejë frekuencat e shpirtit, të rikthejë dashurinë dhe harmoninë, duke lidhur veten me energjinë hyjnore të krijimit. Një nga shtyllat më të fuqishme të librit është vendosja e gjuhës shqipe në qendër të rezonancës kozmike. Me pohimin madhor, gjuha shqipe ndriçon botën. Rusi e ngre gjuhën në nivel hyjnor. Ajo përshkruhet si val drite, si një energji që përçohet përtej mendjes, në membranat e shpirtit dhe kujtesës. Kjo tregon se gjuha jonë është shumë më shumë se mjet komunikimi, është kod shpirtëror, kujtesë kozmike dhe vibracioni dritës që mban në vete ADN-n e krijimit. Në këtë mënyrë, poeti lidh zgjimin universal me rrënjët autoktone shqiptare, duke bërë veprën unike në letërsinë shpirtërore bashkëkohore. Nga universi vijnë sinjale. Është më shumë se një libër me poezi. Është një thirrje e dritës, një paralajmërim hyjnor dhe një ftesë për bashkim shpirtëror. Ai e vendos njeriun përballë së vërtetës. Gjithçka që ndodh në tokë është pasqyrë ndërgjegjes son. Prandaj poeti thret me zë të qartë: vëllezër e motra, harmoninë shtoni, bëhuni bashk, kur mos urreni. Në këtë kohë të ndryshimeve të mëdha, kur qielli flet dhe njeriu mëson të dëgjojë me shpirtin, nga universi po vijnë sinjale drite. Këto sinjale janë fjalë, janë poezi, janë kujtesa që zgjon brenda nesh atë që kemi harruar, lidhjen me burimin. Poezia e Demirusit nuk është vetëm art, por një mesazh i koduar për zgjim, dashuri dhe bashkim. Bedri Qera. Nga universi vijnë sinjale. Demirusi.